You never feel happy. You never feel happy. Kërcimi i Yjeve rikthehet në Vision Plus nga dita e hënë. Në edicionin e tij të 5 spektaklit suksesshëm e mjaft i dashur për publikun, Dancing with the Stars pritet të sjellë po aq surpriza dhe emocione, siç vetëm ky format di të bëjë. Në vijim të puntatës së parë, premier, teatri Yjeve është përfshirë nga provat intensive të 12 personazheve VIP që produksioni ka përzgjedhur për këtë edicion të 5. Emrat e tyre i kemi dëgjuar të gjithë, një pjesë personazhe të muzikës, aktrimit, sportit, por edhe showbizit, të cilët edhe pse nuk kanë pasur asnjëherë një lidhje të ngushtë me kërcimin, bëhen bashkë në Dancing with the Stars për të sfidua njëri tjetrin si profesionistë të vërtet bashkë me balerinët. Por përveç emrave të rinj të personazheve VIP, ky edicioni 5 i Dancing with the Stars vjen i moderuar nga Marda Toska dhe Trini Zeqo. Për Amin Dancing është një rikthim, ndërsa për Trinin një sfidë e re. Juristë tradicionale të përbërë nga Ilir Shaqiri, Ema Andrea dhe Alfred Kaçinari, i shtohet këtë vit edhe gazetari nga Kosova Milaim Zeka. Dancing with the Stars 5 nis transmetimin të hënën në orën 21 dhe përveç se në Vision Plus, spektakli do të transmetohet në kohë reale dhe në radio televizionin e Kosovës, kanalin shqip të radio televizionit kombëtar të Maqedonisë, si dhe TV Art në tetor. Si gjithmonë, edhe ky edicion i Dancing si ofrumin e diskutimeve të martave në orën 17, si dhe prova ditore të Yjeve nga hëna në të shtunë në orën 15:30.